Dashi. Do jeni më të hapur se kur gjatë kësaj dite dhe do provoni eksperienca të reja me atë që keni në krah. Do jeni gjithkohës të entuziazmuar dhe të gëzuar. Beqaret do realizojnë një takim shumë të bukur në një vend që pëlqejnë tej mase. Ditë e favorshme edhe për financat. Do kryeni të gjitha shpenzimet që dëshironi dhe nuk do keni as pak tronditje. Demi. Her pas here do keni debate me partnerin tuaj, por fal maturisë që do tregoni do I kaloni ato sa hap e mbyll syt. Jupiteri do jetë planeti që do I shtyjë beqaret t'i pranojnë ftesat që do ju bëhen dhe të nisin një etapë të re. Financat nga ana tjetër nuk do jenë as pak të qëndrueshme. Shmangni me patjetër të gjitha shpenzimet për pak kohë. Binjakët. Jeta në çift do jetë goxha e turbullt gjatë kësaj dite. Nuk do bini dakord për shumë gjëra me partnerin dhe do ngulni këmbë që të dalë juaja. Nëse vazhduat kështu nuk keni për të shkuar askund. Nëse jeni beqare, ka mundësi të njiheni me disa persona të rinj. Situata financiare do jetë e vështirë. Do ju duhet patjetër mbështetja e familjarëve për t'ia dalë. Gaforja. Dita e sotme do jetë mjaft e qëndrueshme dhe her pas here mund të keni edhe disa surpriza të këndshme. Shfrytëzojeni deri në maksimum. Beqaret nuk duhet t'ju besojnë të gjithë personave që do mundohen t'i joshin sepse do vuajnë më vonë. Në planin financiar reflektoni mirë para se të kryeni çdo shpenzim nëse nuk doni të mbeteni pa para. Luani. Do ja shprehni në një mënyrë tjetër ndjenjat partnerit tuaj sot dhe do e bëni atë të ndihen mjaft mirë. Në mbrëmje do ketë edhe çaste romantike e pasionante. Beqaret do kenë një ditë normale dhe ende nuk do e gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar nuk duhet të dekurajoheni edhe po nuk arritët ta stabilizoni situatën. Mundohuni të ulni sa të mundni shpenzimet. Virgjëresha. Do jetë e vështirë sot të ruani një ambient të qetë në jetën tuaj në çift. Partneri do jetë me humor të keq dhe do kërkoj gjithkohës të dalë e tia. As për beqaret nuk rekomandohet të hidhen hapa. Qëndroni të paktën edhe sot vetëm, të nesërmes nuk I dihet. Financat do kenë vështirësi nëse kërkoni gjithmonë të dukeni duke shpenzuar shifra të mëdha. Shtrëngojeni pak rripin. Peshorja. Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ju ndodhin aq shumë gjëra të jashtëzakonshme sa që as vetë nuk do e besoni se jeni në realitet. Beqaret do kenë njohje të reja, por nga dëshira e madhe për të filluar shpejt një lidhje mund të bëjnë gabime. Kujdes. Në planin financiar duhet vendosur sa më parë rregull. Po I lët gjërat pas dore do keni vështirësi. Akrepi. Jeta në çift do jetë mjaft e qëndrueshme dhe as pak konfliktuale. Secili do respektoj tjetrin dhe nuk do mundohet të dominojë. Beqareve mund t'ju konkretizohen ëndrat dhe të hedhin hapat e para drejt një lidhjeje. Për të rritur financat nuk duhet të bëni sakrifica marramendëse, sepse mund t'i humbni edhe ato para që keni. Shigjetari. Jeta në çift do jetë prioritet për ju sot. Do lini gjithçka tjetër pas dore vetëm që ajo të ecë ashtu si duhet. Deri në orët e mbrëmjes do I keni zgjidhur të gjitha situatat delikate. Beqaret nuk do e gjejnë princin e kaltër, por kjo nuk do I fusë në pesimizëm. Buxheti do jetë I mirë, megjithatë duhet të mos shpenzoni shuma të mëdha së paku derisa situata të përmirësohet. Britsjapi. Marrëdhënia me partnerin do fillojë dalë ngadalë të përmirësohet. Më në fund do e kaloni periudhën e vështirë gjatë së cilës keni vuajtur pa mas. Beqaret do pëlqejnë shumë një person I cili në pamje të parë mund të mos jetë në lartësinë e tyre. Financat do jenë më të mira se kur më parë. Do ndiheni të qetë në këtë sektor dhe mund të realizoni edhe ndonjë investim. Ujori. Marrëdhënia me partnerin do ftohet gjatë kësaj dite. Nuk do bini dakord për asgjë me të dhe situata do ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. As beqaret nuk do jenë në humor për të kërkuar princin e tyre të kaltër. Disa mund të mbyllen në vetvete. Ekuilibri financiar do ketë tronditje të vogla. Nëse shmangni investimet e tepërta mund t'ia dilni mban. Peshqit. Ditë harmonike kjo e sotmja për të gjithë të dashuruarit. Edhe ata që kanë pasur mosmarrëveshje dhe debate do mundohen t'i zgjidhin me qetësi. Beqaret do kenë një ditë normale dhe pa ndonjë takim mbreslënës. Nuk ka ardhur ende koha që ata të ndryshojnë status. Financat do jenë goxha të dobta, prandaj më mirë shmangni investimet.